رمضان يا تاج السنة يا منحة الرب الغافر ها قد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, të vetmin dhe të pashoq. Salavatet, selamet ja dërgojmë zotërisë pejgamberëve, më dashurit ton, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij fisnike, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ajo që kemi përmendur edhe më herët është se Kurani i cili ka zbritur në këtë muajin e Ramazanit, e duhura që është për besimtarin është që të marrë dhe të lexon ajetet e Kuranit, po përveç leximit dhe kalimit në rreshtat e Kuranit, është edhe meditimi dhe mendimi rreth ajeteve dhe asaj që ka zbrit, me qëllimin me arrit deri te kuptimi i plot i tij. Prej ibadeteve më të mira që mundet me bëu robi përveç leximit të Kuranit është edhe meditimi dhe nalja, edhe hulumtimi rreth ajeteve, mënyra se si ka zbritur, qëllimi i zbritjes dhe nxjerrja e mësimeve të ndryshme të cilat na bojnë dobi në jetën tonë përditshme. Dietarët të cilët mirën me komentimin e Kuranit, përveç dispozitave që kanë nxjerr prej tij, ata kanë nxjerr edhe rregulla të ndryshme, rregulla të cilat duhet t'i mëson dhe t'i di çdo kush prej nesh, rregulla të cilat na tregojnë se Kurani është shkollë për neve, edhe është udhëzim dhe udhërrofyes gjatë jetës sonë. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum." E mos urrejni ju diçka. Mos urrejni diçka e cila mund të jetë mirë për juve, e as mos u jepni mas diçkaje për me e dash atë, e ajo mundet me konë sherr për juve. Ajetin e tillë Allahu subhanahu wa taala e përmend në surën Al-Baqara, aty ku e trajton temën e luftës. Por se Allahu subhanahu wa taala tematikë të ngjashme e ka përmendur edhe në surën Nisa, ku thot Allahu: "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira." E nëse ju i urrejni ato, do thot është fjala për gratë, bëni durim, sepse ndodh që Allahu subhanahu wa taala të jap shumë të mira me një sen që ju mundi me e urry. Ajeti me kuptimin e njëjtë ka ardhur në dy sure të ndryshme dhe në dy tematika të ndryshme. Njeriu në jetën e vet, në jetën e tij mundet me ndodh shumë gjëra të cilat ai mundet me i urrejt në fillim. Ty të ka ndodhur ndoshta ndonjëherë në jetën tonë të përditshme që ke vepruar diçka e ndoshta i ke rënë pishman, edhe mas asajna, kur ka dësht Allahu subhanahu wa taala që në çato me pas hajr, ke thonë elhamdulillah që pas kanë vepruar çështu. Po ndoshta ndodh që ti me udhon mas diçkaje e me e dash shumë, e me insistu që me e kry atë punë, ose me e thonë atë fjalë, ose me marr pjesë dikun, e kur ta veprojsh këto, ajo me qenë e kundërta e asajna me qenë sherr për ty. Kjo është ajo të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur edhe në ajetin kuranor. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Edhe ju mos urrejni diçka e cila mundet me qenë e mirë për juve. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Edhe mos u jepni mas diçkaje për me e dash atë, e ajo mundet me qenë sherr për juve. Sa njeri ka marrë vendime të ndryshme, e është dhënë pas tyre, pastaj ka dashur Allahu që në fund të situatës me u kthy e kundërta e sajna. Nëse fillon edhe mendon rreth këtyre dy ajeteve të Kuranit, edhe mediton rreth tyre, e sheh se i pari ajet ka ardhur aty ku Allahu subhanahu wa taala flet për luftën.
flet për dhimbjet që robi i përjeton. Flet për humbjen e pasurisë aty, sepse në luftë kemi humbur edhe pasurinë. Flet edhe për dobësinë dhe humbjen e shëndetit, e cila ka të bëjë me çështjet e fesë tonë. Ndërsa në ajetin e dytë, Allah subhanahu wa taala flet për urrejtjen që robi mund ta ketë ndonjë çast prej çasteve të jetës tina për gruën e vet, e që kjo ka të bëjë vetëm me nefsin e tina, edhe me epshin e tina, apo thon shkurt, vetëm me dunjajën e tina. Por se ato se shka e urrejnë ai në ato çaste, mundet Allah subhanahu wa taala që prej asoj gruaje me i dhon atina fëmijë të hajrit, e që kjo kishte me rrotullu situatën këtë ndryshe. Ti nuk e din se ku është hajri i Allah subhanahu wa taala, dhe se çfarë Allah subhanahu wa taala ka përgatitur për ty. Kanë thënë dietarët se çdo kader që Allah subhanahu wa taala e ka bërë për ty, ajo është në të mirën e robit. Ajeti i parë që flet për luftën ka të bëjë edhe me adhurimin, ibadetet, ndërsa ajeti i dytë me çështjet e dunjajës. Përse në këta dy ajete Allah subhanahu wa taala e ka përmendur një tematikë të njëjtë. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Vërtet ne e krijuam njerin në vështirësi të njëpasnjëshme. Kjo është dunjaja për të cilën ti ke me usprovu. Ndonjëherë ka me ndodhur diçka e mirë dhe cila është hajër për ty, por ndonjëherë ka me ndodhur diçka të cilën në ato momente ti nuk mundesh me e dashur. Është një thonjë se nëse Allah subhanahu wa taala ta kish bo me dije ty gajbin se çka ka me të ndodhur ty, edhe planet që Allah subhanahu wa taala i ka bo për ty, kish me të pëlsit zemra pe i gëzimit, kur e kishe ditë se çka Allah ka përgatitur për ty, se çka ka me ndodhur në tarma. Një prej dietarëve thotë se nëse Allah subhanahu wa taala kish jap ty mundësi që për tarmën tonë me zgjell diçka, edhe që ajo me të ndodhur ty që tash, nuk kishe ditë me zgjellën diçka më të mirë se sa çaste që jetue në këtë moment. Nuk kishe mujt me zgjell diçka më të mirë për me të ndodhur ty se sa ajo të cilën je duke jetuar në këto momente. Prandaj mendimi i mirë i robit për Allah subhanahu wa taala duhet ta shoqëron atë çdo herë dhe duhet ta di se çdo caktim që i ndodh atij, është për të mirën e tina. Nëse fillon edhe lexon ajetet e Kuranit apo lexon edhe historinë, e sheh se njëjtat ajete, njëjta rregull i ka shoqëruar edhe popujt më herët. E shohim shembullin e historisë nanës Musait alayhi salam. Në një periudhë ku Banu Israilit ishin në një kohë shumë të vështirë, ku Firauni kishte bën një ligj të vetin se çdo fëmijë djalë që lind me e mbyt. Një vit po dhe një vit jo. Po në atë vit që ishte që çdo fëmijë që lind prej tyre djalë me mbyt lind Musai alayhis salam. Don Allah subhanahu wa taala dhe i çon si një frymëzim nanës Musait që fëmijën e vet me e fut me një tabut, me një stanik, edhe asanik me e gjyt me një lum. Mendoj sa e vështirë është për një nanë që fëmijën e vet që është vogël me elon edhe me elon dorën e Firaunit. Por se këtë gjithë e dini historinë se çfarë ka ndodhur me Musën edhe me Firaunin tërë. Kjo është ajo të cilën e ka përmend Allahu, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Mos urreni diçka e cila mundet me qenë e mirë për juve. Po ashtu edhe rasti i djaloshit të cilin e ka mbyt Hidri. Wa amma al-ghulamu fa kana abawahu mu'minayn fa khashina an turhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrabu ruhma. Sa i përket djaloshit të cilit dy prindet tina ishin prej besimtarëve, ne u frikësuam se ai do të shpijë ata të dy në humbje edhe në kufër, në mosbesim. Edhe deshëm që Allah subhanahu wa taala atyre të jap në vend tina një fëmijë tjetër. Edhe ai tjetë më i mirë se ai, edhe më i afërt edhe me respekt dhe mëshirë më të madhe. Kur e myti Hidri, atë djaloshin Musai alayhis salam u çudit me këtë veprim që e boni Hidri.
por se qëllimi i tij është ndryshe. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Edhe këtë rregull të njëjtë e ka përmendur prap Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Sa njerit Allahu subhanahu wa taala nuk e ka furnizuar me fëmijë. Sa njerin Allahu subhanahu wa taala nuk e ka furnizuar me fëmijë. Por se kjo është diçka shumë normale dhe shumë prej natyrshmërisë që Allahu subhanahu wa taala dikujt më i dhon shumë fëmijë, e dikujt mos më i dhon hiç, e dikujt më i dhon më pak fëmijë. Por se ndodh që atina që i ka dhon shumë fëmijë, ai me qenën më i dëshpëruar se këtë që nuk ka hiç. Ajo se çfarë duhet me bëu robi, duhet me u pranu, duhet me u pajtu me kaderin e Allahu subhanahu wa taala. Shembuj të ngjashëm shohim edhe në periudhën edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hadithe të ndryshme. Rasti i Salamës kur asaj i vdiq burri. Kur vdiq Ebu Salame, Salame u mërdhit tash, edhe nuk tha gjë tjetër vetëm se inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Por se pas kësaj na e tha dhe një fjalë tjetër të cilën eju muslimine khairu min Abi Salama. Tha kush prej muslimanëve mundet me kon më i mirë se Ebu Salama. Por shkak mërzisë të madhe e tha dhe këtë lavë. Por se don Allahu subhanahu wa taala dhe e rrotllon situatën të gjithë, edhe bëhet Salama një prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kush mundet me qenë njëri më i mirë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu robi nuk duhet me humb asnjëherë shpresën në Allah subhanahu wa taala, edhe mbështetjen e Allah subhanahu wa taala, pa më parasysh asaj se çfarë i ndodh atij. Dush me ditë një sen, se Allah subhanahu wa taala ato se çka ka zgjedhur për ty është më e mirë se ajo që ti kishe mujt me zgjedh për veten tënde. Ne lutim Allah subhanahu wa taala që mos me na ngarku me aq më shumë se na që mujna me e baj. E lutim Allah subhanahu wa taala që me na pranu agjërimin ton, namazin ton, ibadetet tona. Walhamdulillahi rabbil alamin.